Fal drejtuar Timoteut, kapitulli parë. Dhe po filloj nga vargu 5. Më ndiqni me vëmendje vëllezër, aleluja, të shohim çfarë fjala e Perëndisë do të na jap sot. Vargu 5. Qëllimi i këtij urdhërimi është dashuria. Prej një zemre të pastër, prej një ndërgjegje të pastër dhe prej një besimi jo të shtirur. Disa duke u shmangur nga këto gjëra, u kthyen në biseda të kota dhe duke dashur të jenë mësues të ligjit, nuk kuptojnë as ato që thonë. Dhe as ato që pohojnë. Dhe ne dimë se ligji është i mirë në qoftë se njeriu e përdor si duhet. Duke ditur këtë, që ligji nuk është vend për të drejtë, por për të pabesët, për të rebelët, për të ligët, për mëkatarët, për të pamëshirshmit, për të ndyrët, për ata që vrasin babën e nënën, për vrasësit, për kurvarët, për homoseksualët, për grabitësit, të remët dhe për ata që shkelin betimin, për çdo gjë tjetër që bie në kundërshtim me doktrinën e shëndosh. Sipas ungjillit të lavdisë të lumit Perëndi që më është besuar, dhe e falenderoj Krishtin, Zotin ton, që më bën të fortë, sepse më çmoi të denjë për t'u besuar, duke më vënë në shërbim të tij, që më parë isha blasfemues, përndjekës dhe i dhunshëm, por më dha mëshira, sepse i bëra nga padia në mosbesimin tim. Kështu hiri i Zotit ton të proi pa masë me besimin dhe dashurinë që është në Jezus Krishtin. Kjo fjalë është e sigurt e denjë për t'u pranuar plotësisht, që Krishti Jezus erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët, ndër të cilët unë jam i pari. Por prandaj u mëshirova që Jezus Krishti të tregoj më përpara në mua gjithë zemërgjërsinë, për të qenë shembull për ata që do të besojnë në të, për jetë të përjetshme. Dhe mbretit të mëshuar, të pavdekshmit, të padukshmit, të vetmit Perëndi të ditur, i qoftë nderë lavdi në shekuj të shekujve. Amin. Amin, vëllezër, aleluja. Apostulli Paul i drejton një letër Timoteut. Qëllimi i këtij urdhërimi është, dhe gjithë mësimi do të përqendrohemi këtu, motra dhe vëllezër, në vargun 5. Dashuria prej një zemre të pastër. Një dashuri, motra dhe vëllezër, aleluja, e një zemre të pastër, e falenderoj Perëndinë, vjen nga qielli. Jezus Krishti erdhi jo sepse ishim të mirë, ne ishim në mëkat, motra dhe vëllezër, por e madhe dashuria e Perëndisë për njeriu, sa dha të vetëm lindur bir Jezus Krishti, që ai të flijohet, që ne mëkatarët, motra dhe vëllezër, të shpëtohemi. Shikoni me vëmendje. Shpeshherë ne duam që njerëzit të vinë, motra dhe vëllezër, aleluja, pa mëkat në kishë, të vinë, motra dhe vëllezër, të pastër. Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, na thotë kisha është spitali ku njerëzit vinë dhe shërohen. Dhe nëse ne kemi vite në besim dhe jemi në frymë, vëllezër, aleluja, dhe kemi marrë shërbesat
kemi marrë dhuntit e frymës shenjtë, ne jemi, vlezër aleluja, shërbëtorët e të gjitha tyre që Zoti do të sjellë në kishë. Dhe asnjëri nga ne, motra dhe vlezër, nuk duhet të shohë që ai që erdhi në kishë pse nuk është i pastër. Pse nuk është i rilindur. Pse nuk vishet si mua. Pse nuk është në frymë si mua. Asnjëri. Ai që ka ardhur në kishë, motra dhe vlezër, aleluja, ka pranuar Krishtin ashtu si që është. Ejani të kunë, thotë Zoti, ashtu si që jeni. I sëmuri shkon në doktorin, motra dhe vlezër, për të shëruar. Dhe ata vinë në kishë, që është spitali tyre, për të shëruar, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe unë nuk kam parë, jam shtruar dhe unë në spitalin, motra dhe vlezër, nuk kam parë doktor, apo infermiera, apo anestezist, të më thoshte pse je i sëmur. Nuk kam të gjuar, motra dhe vlezër. Por çfarë kanë bërë? Detyrën që kishte secili nga ata. Kjo na shërben, motra dhe vlezër, aleluja, që ne të shërojmë. Kjo ju shërben të gjithë atyre që Zoti do të sjellë në këtë spital për të shëruar. Dhe detyra jonë është, atë që kam mësuar nga Perëndia, vendin tim, motra dhe vlezër, ta vë në përdorim të tjetrit. Ti shërbej tjetrit. Jo ta gjykoj, jo ta këshilloj, motra dhe vlezër, aleluja, jo ta qortoj, por çfarë? Ti shërbej. Jezus Krishti erdhi të na shërbej. Ne, kur Zoti, motra dhe vlezër, aleluja, që la mbretërinë qiellore dhe erdhi të na shërbej ne mëkatarëve, sa më shumë ne, motra dhe vlezër, aleluja, duhet ju shërbejmë njëri tjetrit dhe të gjithë atyre që Zoti do t'i sjellë. Dhe qëllimi i këtij urdhërimi, thot apostulli Paul Timoteu, është dashuria për një zemër të pastër. Nëse vërtet Zoti ka vepruar, motra dhe vlezër, në jetët tona, nuk kanë rëndësi vitet në kishë, nuk tregojnë gjë vitet në kishë, vlezër, aleluja. Një zemër e pastër është kur fryma e Perëndisë banon në mua, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe unë kam kuptuar qëllimin përse Zoti më ka thirrur. Kam vdekur në mish, motra dhe vlezër, aleluja, sepse do të shahem, do të fyem për emër të Jezus Krishtit, për veprën e Zotit, dhe mua nuk më bëjnë përshtypje. Kam vdekur në mish për të gjitha këto, sepse Zoti thot, këto i bën me mua, do t'i bëjnë edhe me juve. Kam vdekur, motra dhe vlezër, në mish, dhe fryma e Perëndisë më ka besuar, më përdor, motra dhe vlezër, për t'i shërbyer të tjerëve. Që edhe kur të shahesh, edhe kur të fyesh, të thuash, Zot, fali. Si që tha Jezus Krishti, motra dhe vlezër, aleluja, nuk dim që bëjmë. Dhe ne nuk duhet të gjykojmë askën. Një dashuri për një zemre të pastër. Është një zemër e pastruar që nuk gjykon, motra dhe vlezër, por është dashuri nga Perëndia që jep dashuri, motra dhe vlezër. Dhe të gjithë ne kemi nevojë për njëri tjetrin për këtë dashuri, vlezër. E falenderoj Perëndin. Për një ndërgjegje të pastër. Ndërgjegja që do të thotë personi, motra dhe vlezër, aleluja, personaliteti i këtij njeriu, personi, ka një ndërgjegje të pastër që nuk e gjykon zemra e tij, motra dhe vlezër, për diçka që mund të ketë ndodhur. E ka ndërgjegjen e pastër që gjithçka që bën, e bën t'i pëlqejë Perëndisë. Kjo është ndërgjegja e pastër e një njeriu. Jo ato që dëgjon, ato që bën, motra dhe vlezër, aleluja. Për të dëgjuar do dëgjojmë dhe do dëgjojmë. Ato që bëjmë janë shumë të rëndësishme për ta parë veten time në një ndërgjegje të pastër, prej një besimi jo të shtirur. Jo një besim që shtiren, motra dhe vlezër, aleluja, si besimtar, dhe jeta ime nuk tregon asnjë lloj gjë nëse unë jam apo s'jam besimtar. Ku ta shoh besimin, motra dhe vlezër, thot Zoti? Në veprat tua, në ato çka bën.
Prandaj flasim për ato që ka bëjmë, ne tregojnë ku unë besoj, kujt unë i besoj, lavdi Perëndis. Ka vepruar Zoti në jetën time? Me vepra duket sa Zoti ka vepruar në jetën time. Jo se kam ardhur në kish, jo se kam 20 vjet në kish, këto nuk tregojnë asgjë. Çfarë unë bëj në jetën time për tjetrin? Dashuria e Perëndisë ndriçon në mua, motra dhe vëllezër, që tjetri të shohë dhe të thotë, kështu dua të jem dhe unë. Kur pash këtë dashuri, motra dhe vëllezër, në vëllezërit në Greqi, thashë, kjo është një dashuri e shtirur. Nuk mund të ekzistojë një dashuri e tillë, thash, që vllai të lërë shpinën në dispozicionin tim dhe të thotë, është shtëpia jote. Nuk ka mundësi. Diçka këta duan të më bëjnë, thosha. Nuk e besonja, nuk mund ta imagjinonte mendja ime që kishte vërtet një dashuri të tillë. Dhe kuptova vërtet që kjo dashuri nuk është jetëzore. Kjo dashuri është për bijtë e mi që unë i kam zgjedhur, ku dhe ti je i ftuar të marrësh pjesë. Lavdi e shënë. Kjo dashuri na bëri për vete, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe ne besuam në Krishtin. Nuk pamë, motra dhe vëllezër, ndonjë diçka, pamë dashurinë e vëllezërve dhe besuam në Zot, motra dhe vëllezër. Është gjë shumë e madhe që dashuria e vëllezërve të bëjë për vete. E falenderojmë Zotin. Këtë gjë duhet ta mbajmë mirë fort, që dashuria jonë me njëri tjetrin ta ruajmë, motra dhe vëllezër, që kushdo që të vijë për hir të kësaj dashurie nuk do të dalë këtu. Disa duke u shmangur nga këto gjëra, nga cilat gjëra? Nga dashuria e një zemre të pastër, nga një ndërgjegje e pastër dhe një besimi të shtirur. U shmangën, thot, nga këto gjëra dhe u kthyen në biseda të kota. Bisedojnë në, motra dhe vëllezër, nuk e thot këtu, thashë theme. Bisedat e kota janë ato që nuk ndërtojnë, vëllezër, aleluja. Dhe thashë theme. Ligji, flasim për ligjin, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe shkoti si thot fjala e Perëndis. Duke dashur të jenë mësues të ligjit. Ne e dimë ligjin e Perëndis. Ne e dimë, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe nuk arrim të kuptojnë, motra dhe vëllezër, aleluja, që ligji është për të ligjtë. Nuk është për të çliruarit nga Perëndia, motra dhe vëllezër, aleluja. Të çliruarit nga Perëndia nuk kanë ligj. Ligji i tyre është liria, motra dhe vëllezër, aleluja, në fjalën e Perëndis. Ata e zbatojnë ligjin, jo me dhunë, motra dhe vëllezër, aleluja, por e bëjnë me dashuri. Ky është ndryshimi. Ne vendosim ligje, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe është një gabim shumë i madh. Kujt ju vendosim ligje? Vëllezërve që kanë pranuar Krishtin, motra dhe vëllezër. Lavdi Zotit. Kur ligji ynë është fjala e Perëndis, Jezus Krishti, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk kuptojnë ato që thonë. Flasin, motra dhe vëllezër, për ligje, dhe nuk i kuptojnë, thot, ato që thonë. Këta njerëz. As ato që pojnë, as ato që i pranojnë nuk i kuptojnë. Kur mësojnë, motra dhe vëllezër, nga të tjera. Nuk i kuptojnë, si do t'i kuptojnë, motra dhe vëllezër, kur i marrin të gatshme gjëra? Ju do t'i jeni të mësuar nga Perëndia, thot fjala e Perëndis. Marrëdhënia ime me Zotin do të bëj që unë të kuptoj fjalën e Perëndis. Jo të marr një ligj, motra dhe vëllezër, dhe ta aplikoj, por të kuptoj fjalën e Perëndis dhe të veproj sipas fjalës të Zotit. Lavdi Perëndis. Dhe ne e dimë se ligji është i mirë, në qoftë se njeriu e përdor si duhet. Jezus Krishti, motra dhe vëllezër, aleluja, sepse dëgjojmë shumë doktrina dhe shumë flasin për ligjet, motra dhe vëllezër. Jezus Krishti erdhi dhe gjithë ligjin, motra dhe vëllezër, e përmbushi në veten e vet. Gjithë ligjin u përmbush në Jezus Krishti, që kushdo që beson në të çlirohet nga mëkati dhe të ketë jetë të përjetshme.
vepron Jezus Krishti tani në ky njeri, jo ligji, motra dhe vëllezër. Ligji u përmbush në Jezus Krishtin dhe kush beson në të është i çliruar nga mëkati. Nuk është sklav më i mëkatit, por është i çliruar nga mëkati dhe ligj për të nuk ka. Pse? Ligji i tij është Krishti, është në liri, motra dhe vëllezër, e falenderojmë Perëndin. Këtë vepër e bën Zoti, nuk e bën dot njeriu me ligje. Po të zbatoheshe ligji dhe të bëhej nga njeriu, nuk kishte pse të vinte Jezus Krishti të kryqëzohej, motra dhe vëllezër. Por Krishti erdhi na dha një ligj tjetër, që nuk mund të bëhet nga njeriu, nuk mund të zbatohet nga njeriu. Nëse dikush të godet nga një ramë, kthej dhe tjetër, ky është ligji tim, tha Zoti. Më përpara ishte sy për sy dhe dëm për dëm. Unë po ju them, tha, kush të godet nga një ramë, kthej dhe tjetër. A mundet, motra dhe vëllezër? Njerëzore jo. Njerëzore nuk mund të bëhet të godas tjetri dhe ti thua godit me dhe njerë. Nuk mundet, motra dhe vëllezër. Ja u tregova njerë atë që i vajtën ti prishin një shtëpinë. Dhe kur pa që po i thyenin qeramidet, motra dhe vëllezër, fshati, sepse nuk e donin që ai besonte në Jezus Krishti. Dhe kur hyri brenda, i tha grua pas kërkemi, tha punëtor, tha në shtëpi, shto gjellë, tha për ata, tha. Dhe del jashtë dhe ju thotë, bëni një pushim, tha, dhe hajdeni ta amë, tha, të çlodheni, pastaj thyeni prapë. A mundet, motra dhe vëllezër, kjo të ndonë? A mundet, motra dhe vëllezër, aleluja? Dhe vërtet, motra dhe vëllezër, vetëm me këtë ndryshim, vetëm me këtë njeri, motra dhe vëllezër, i gjithë fshati pranoi Jezus Krishti. Pse? Sepse thanë, kjo nuk mund të ndodhë. Kjo nuk mund të ndodhë, motra dhe vëllezër. Këtë vepër bën Zoti në zemrat e njerëzve që e duan, vërtet Zoti. Nuk ka ligje, motra dhe vëllezër, por është ligji i dashurisë. Nëse njeriu është i mbushur plot me dashuri, nuk gjykon, sepse ati që dua nuk mund ta gjykoj. Nëse është i mbushur plot me dashuri, njeriu fal, motra dhe vëllezër. Aleluja, sepse nuk do që ta humbë vllajin apo motrën dhe e fal. E falenderoj Perëndin. Ky është një ligj që bëhet në mënyrë hyjnore, motra dhe vëllezër, nga Perëndia, jo me ligje, me urdhra, s'bëhet. Sikur të gjithë pasurinë time ta ndaja, thotë, dhe t'ua jep një të varfërve. Nëse nuk do kisha dashuri, nuk do të më vlente. E kuptoni vëllezër që këto gjëra nuk bëhen me ligj, thotë Zoti. Por çdo njeri që është çliruar vërtet nga Jezus Krishti, ai e zbaton fjalën e Perëndisë, vëllezër, aleluja, për shkak të frymës të Perëndisë që është në të. Ju nuk do të jeni vetë, fryma ime do të jetë në ju dhe do t'ju drejtojë. Shpesher ne drejtojmë veten, motra dhe vëllezër. Nuk lëmë frymën e Perëndisë të na drejtojë. Dhe gabojmë dhe bien, vëllezër, lavdi i Perëndisë. Ne e dim se ligji është i mirë në qoftë se njeriu e përdor si duhet. Duke ditur këtë, që ligji nuk është vënë për të drejtin, por për të pabesët, për rebelët, për të ligjit, thotë, për mëkatarët, për të pamëshirshmit dhe të ndyrët, për ata që vrasin babën e nënën, për vrasësit, për kurvarët, për homoseksualët, për grabitësit, për të remët, për ata që shkelin betimin, për çdo gjë tjetër që bie në kundërshtim me doktrinën e shëndosh. Për këta është vënë ligji, motra dhe vëllezër, aleluja. Kurse të krishterët, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk janë në sklavëri, por janë në liri. Nuk kanë frikë, motra dhe vëllezër, aleluja, por udhëhiqen nga fryma e Perëndisë. Çdo gjë që bëjnë, e bëjnë me dashuri, motra dhe vëllezër. Lavdi Zotit. Sipas ungjillit të lavdisë të lumit Perëndi që më është besuar. Dhe e falenderoj Krishtin, Zotin tonë që më bën të fortë. Shikoni, nuk thot për ligj. Falenderoj Zotin që më bën të fortë të jem, motra dhe vëllezër, aleluja, i çliruar. Për të besuar, duke më vënë në shërbim të Tij. Falenderoj Zotin që më ka vënë në shërbim të Tij.
I shërbej Zotit me këtë që bëjmë, motra dhe vlezër, aleluja. Le ta ndjekim të gjithë jetën e apostullit Paul, nga thirrja e Zotit deri në ditën që shkoi pranë Zotit, motra dhe vlezër. Jam në shërbim të tij. E di që fryma dëshmon që unë do shkoj në Jeruzalem, që do të më lidhin, që do të më keq trajtojnë, thotë, që do të kaloj shumë më vështirë, por mua nuk më bën përshtypje thotë se çfarë do të më ndodh mua, thotë, atje në Jeruzalem. E rëndësishme për mua është të shërbej Zotit tim, motra dhe vlezër. Që më parë isha blasfemues, përndjekës dhe i dhunshëm, por mu dha mëshira, sepse i bëra nga padia në mosbesimin tim. Çdo gjë që bënja, e bënja nga padia. Në mosbesimin tim. Çdo gjë që ndodh, motra dhe vlezër, bëhet nga padia. Nga që ne nuk besojmë, motra dhe vlezër, aleluja. Le ta kontrollojmë veten çfarë po bëj. I pëlqen Zotit kjo që unë po bëj. Po lavdëroj Zotin me veprimin tim. E dua vllajin më shumë se veten time, e çmoj vllajin më shumë se veten time. Kur çmoj vllajin, nuk çmoj vllajin, çmoj Zotin, motra dhe vlezër, aleluja. Frymën që ka Zoti në të, motra dhe vlezër. Dhe them faleminderit Zot për vllajin që më ka. Dashuri, motra dhe vlezër, mund të veproj Zoti. Kur ne të kemi një dashuri vllazërore, motra dhe vlezër, aleluja, vërtet do të shohim Zoti të veprojë. Për sa kohë ne nuk kemi marrëdhënie me njëri tjetrin dhe nuk lutemi për njëri tjetrin dhe nuk e çmojmë njëri tjetrin, motra dhe vlezër, jo 20 vjet, po edhe 50 vjet të jemi, ne do të jemi në këtë gjendje. Zoti nuk mund të veprojë. Nuk mund të vijë një njeri dhe të na sjellë bekimin, motra dhe vlezër. Bekimi është midis jush. Nëse ju e doni njëri tjetrin, e respektoni njëri tjetrin, bekimi është aty, motra dhe vlezër. Lavdi Perëndis. Në një familje, të gjithë jemi familjarë. Nëse ka përçarje, motra dhe vlezër, a ka bekim? A ka paqe? Nuk mundet, motra dhe vlezër. Kështu është dhe në familjen tonë që Zoti na ka dhënë. Nëse ne nuk e çmojmë dhe nuk e duam njëri tjetrin, nuk ka bekim, nuk ka paqe. Flasim për njëri tjetrin. Këto nuk duhet të ekzistojnë në kishën e Perëndis. Në të zgjedhurit e Perëndis. Jemi qytetarë qiellor, me çfarë do tregojmë këtë thirrje hyjnore që Perëndia ka bërë në jetën time? Me cilat vepra do ta tregoj që unë jam i krishterë? Kur flas për vllajin, po ai ka bërë, është një Zot mbi të. Është një Zot që kujdeset për të. Thirrja jonë është personale, vëllezër, aleluja. Çfarë bëj unë? Më shikon Zoti. Jo çfarë bën tjetri dhe të vetë dhe të korrigjojmë. Kush ka vënë, thot Zoti, gjykatës ty, thotë? Kush ka bërë mësues ty, thotë, motra dhe vëllezër, aleluja? Kështu hiri Zotit ton të proj pa masë me besimin dhe dashurinë që është në Jezus Krishtin. Hiri Zotit të proj pa masë. Kur të pro hiri i Perëndis, ke gjetur hir për para Perëndisë dhe Zoti do të t'i japë gjëra që ti nuk e meriton. Ky quhet hir. Kam gjetur hir për para Perëndisë dhe Zoti më ka zgjedhur. Dhe do të proj pa masë me besimin dhe dashurinë që është në Jezus Krishtin. Besimi im që është në Jezus Krishti bën këtë vepër, vëllezër, aleluja. Ne falenderojmë Perëndin. Asgjë tjetër nuk mund të bëj vepër nëse unë nuk besoj në Zotin, motra dhe vëllezër. Vepër dashurie. Kjo fjalë është e sigurt e denjë për t'u pranuar plotësisht. Që Krishti Jezus erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët, ndër të cilët unë jam i parë. Jezus Krishti erdhi në botë që të shpëtojë mëkatarët, thotë motra dhe vëllezër, lavdi Perëndisë. Ky është vullneti i Perëndisë. Na thirri Zoti ne, motra dhe vëllezër, na dha nga fryma e Tij që të gjithë njerëzit në mëkat, bota që na rrethon, të shoh dritë. Ju jeni dritë në këtë botë, thotë Zoti. Dhe ata do të shpëtohen duke parë dritën, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe unë dua të jem kështu. Dhe unë dua të kem këtë paqe. Dhe unë dua të kem një familje si kjo. Falenderojmë Perëndin. Dhe kur të shoh në ne
pikërisht dritën e Zotit, motra dhe vlezër, aleluja, do t'i fitojmë të gjithë njerëzit që Zoti ka zgjedhur, lavdi Perëndis. Por prandaj u mëshirova që Jezus Krishti të tregoj më përpara në mua gjithë zemërgjërësim. U zgjodha nga Perëndia që Jezus Krishti të veproj në mua, për të qenë shembull për ata që do të besojnë. Më zgjodhi Krishti që unë të jem shembull, motra dhe vlezër, aleluja, për të gjithë ata që do besojnë, për të gjithë ata që Zoti do t'i sjellë. Duhet të shohin në mua një shembull Krishtin. Lavdi Perëndis. Për të gjithë ata që do të besojnë në të, për jetë të përjetshme. Dhe mbreti ta mëshuar të pavdekshëm, të padukshmit dhe të vetmit Perëndi të ditur, i qoftë nder dhe lavdi në shekuj të shekujve. Amin. Zoti ta bekojë këtë fjalë.